Atëherë së fundi është fshati Lin ka marrë statusin ansambël arkitektonik urban. Do të thotë që arkitektura, trashëgimia e ndërtuar e fshatit Lin do të ruhet, do të ketë përkujdesje dhe do të ruaj vlerat e ndërtimeve të cilat kanë karakterin, tregojnë zhvillimin, tregojnë atë kombinimin midis natyrës dhe njeriut, si dhe shfaqin këto traditat e mënyrës së ndërtimit në fshatin Lin. Do të ketë një vëmendje më të veçantë kushtuar banesave, objekteve, por gjithashtu edhe zhvillimit që kërkojnë banorët e fshatit për të investuar apo për të kthyer banesat e tyre në bujtina, duke parë edhe zhvillimin e turizmit